Të gjithë partitë e reja janë të kapura nga Edi Rama. Të gjithë janë sponsorizuara. Nuk është rastësi që del Adriatiku në protest, do dalë Arlind Qorri nesër, do dalë Agron Shehi pas 2 ditësh, pra këta të gjithë plotësojnë suazën e partive të kapura që i shërben vetëm qeverisjes. Si do ja bëjnë të në orën 18 Toska? Si do ta ndajnë bulevardin thënë? Ta ndajnë si të duan, të gjithë i shërbejnë vetëm qeverisjes, asnjë nuk i shërben shqiptarëve nga partitë e opozitës. Tani shkojnë partitë e reja dhe zihen për një mandat deputeti, shprehen dhe me megalomani të madhe, me fjalë të mëdha, se shqiptarët kanë një shprehje që jo etike. Pra shesin gaz, pra do them, më fal për shprehje, me porrë të mëdha. Dhe thonë që ne do marrim 71 mandate. Marrin një mandat dhe pra të mandat zihen dhe turbullojnë gjithë Shqipërinë dhe të jenë të besueshëm për shqiptarët, po s'mund të jenë këta, asnjë nga këto partitë e reja. Kur Agron Sheha është në biznes me Merion Veliajin i kapur. Arlind Qorri është më pak indikuar nga pushteti edhe më pak i kontaminuar nga llumi dhe zullumi i kësaj qeverisje. Edhe ai është sepse duket nga hapësira mediatike. Të gjithë u hapen ekranet, vetëm Arlindit nuk i hapet ekranet. Pse?